Shikues të nderuar, selam aleikum. Jemi në emisionin Zëri i Arsyes. 9 tetori është dita ndërkombëtare e postës dhe pikërisht sot ne kemi vendosur që për temë diskutimin në studio me të ftuarin ton të flasim pikërisht për postën dhe zhvillimin e saj gjatë kohëve të ndryshme të njerëzimit. Por para se t'ju prezantoj të ftuarin tim, fillimisht më lejoni që t'ua sjell një pasqyrë pra të shkurtër mbi këtë ditë botërore. Dokumenti i parë postar që është gjetur daton 255 vite para erës sonë në Egjipt. Në vitin 1874, pikërisht më 9 tetor, 22 shtete bën marrëveshjen për një grumbullim veprimtarish dhe shërbimesh të ndryshme në këmbimin e letrave nga një vend në tjetrin në mënyrë të shpejtë, të sigurt, të lirë në kosto e të tjera. Më pas, më 1981 në Bern të Zvicrës u vendos që pikërisht 9 tetori të jetë dita ndërkombëtare e postës. Në botë ekzistojnë mbi 700.000 posta. Në botë sot punojnë mbi 6.2 milion postier, do të thotë sa ka banor Zvicra parafërsisht. Përgjatë një viti barten mbi 400 bilion letra të cilet po të radhiteshin njëra me tjetrën do të kalonin hapësirën mes tokës dhe hënës për 200 herë. Ose thënë ndryshe do të ndërtonin një mur në lartësi prej 4 metrash rreth botës. Pra ishte kjo një pasqyrë rreth postës, ndërsa me mua në studio është Hoxha Sedat Islami me cilin do të trajtojmë këtë temë. Hoxha, selam aleikum. Mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se gjej. Hoxha, para se të flasim për postën, duhet ju pyes si vlerësoni komunikimin ndërmjet e njerëzve ndërmjet veti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderimet së gjithmonë i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Ndërsa përshëndetjet tona janë për më të zgjedhurën e njerëzimit, vullin e profetëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij. Sigurisht e dini se njeriu është krijesa më e çmuar Allahut xhallahu ala në tokë. Është i tillë për faktin se Allahu e dalloi nga krijesat tjera, përveç tjerash edhe me mundësinë të folurit, pra edhe me gjuhën. Dhe sigurisht kësaj nëse ja shtojmë edhe atë faktin se Allahu xhallahu ala e bëri edhe më këmbës të tij në tokë, pra e bëri përgjegjës për rregullimin e tokës, për mbarvajtjen e punëve në të. Atëherë nga kjo vetvetiu kuptojmë atë nevojën e madhe që njerëzimi ka për të komunikuar. Për arsye se është e pamundur që në një botë të tillë me kaq shumë njerëz të veprosh pa patur një marrëveshje paraprake ose një komunikim të frytshëm ndërmjet vete. Allahu në Kur'an famlar na përmend elemente shumë interesante sa i përket kësaj. Në radhë të parë na përkujton atë se Allahu ishte ai që i mësoi njeriut atë elementin e domosdoshëm të komunikimit, pra gjuhën. Njeriu i parë që erdhi në këtë botë, Ademi alayhi salatu wassalam, u mësuan nga Allahu për të folur, wa allama Adama al-asma'a kullaha, dhe Allahu i mësoi Ademit emrat e çdo gjëje. I mësoi ato që përbëjnë gjuhën, pra emërtimet janë fjalë, janë pjesë e domosdoshme e gjuhës. Madje jo vetëm kaq, Allahu xhallahu ala na tregon në Kur'an famlar se çështja e gjuhës, çështja e të folurit është po kështu edhe një prej shenjave dhe dëshmive që flasin për ekzistimin e Allahut xhallahu ala. Në Kur'an famlar Allahu ka thënë: "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Dhe prej shenjave të ekzistimit të Allahut xhallahu ala është se ka krijuar qiejt dhe tokën. Pastaj ju ka bërë juve që të jeni të ndryshëm në të folur, në gjuhë dhe në ngjyra. Pra njerëzit dallojnë qoftë nga të folurit, qoftë nga pamja, nga dukja e kësaj. Kjo për shkak se e keni parasysh njerëzit jetojnë në vende të ndryshme. Dhe secili prej njerëzve që jeton në një vend është e pamundur të mos ndikohet nga tiparet, nga karakteristika, nga mentaliteti, do të thotë nga gjërat të cilat lidhen me ambientin ku ai qëndron. Madje këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon në një hadith ku thotë se kur Allahu xhallahu ala e ka krijuar njeriu
inna Allaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jamil ard. Vërtet Allahu xhallahu ala e ka krijuar Ademin nga dheu, nga një copë dheu, cilën e ka marrë nga gjitha pjesët e tokës. Pra Ademi alayhi salatu wassalam ka ardhur si rezultat i krijimit nga dheu që është marrë nga gjitha pjesët e tokës. E si rrjedhoi e kësaj, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kanë ardhur edhe bijtë e Ademit, disa prej tyre janë të kuq, disa janë të zi, disa janë të bardhë, disa janë të verdhë. Prej tyre ka që kanë natyrë të butë, prej tyre ka që kanë natyrë të vrajtë, prej tyre ka minhumul khabith wa tayyib, prej tyre ka edhe të mirë, por ka edhe të këqij. Që në kupton se varësisht nga këto tipare të tokës, ata kanë përvetësuar edhe tiparet në karakteret dhe moralin e tyre. Por ta kemi të qartë, ky dallim në asnjë moment dhe në asnjë rrethon nuk nënkupton që njerëzit largohen njëri me tjetrin. Do thotë dallimin në gjuhë, dallimin në dukje, dallimin në shprehje, dallimin në tradita, në fakt nuk është vënë, nuk është caktuar nga Allahu xhallahu ala që të shërbej për të larguar njerëzit, për të dalluar njerëzit, për të përçarë njerëzit. Përkundrazi, ky diversitet, ky dallim ndërmjet tyre në radhë të parë merret si pasuri. Allahu xhallahu ala e ka lënë që njerëzit të shkëmbejnë informacione, që njerëzit të njihen njëri me tjetrin, banorët të dy kontinenteve kanë shumë çka të shkëmbejnë njëri me tjetrin. Nga këto thot Allahu xhallahu ala: "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve prej një burrë dhe një gruaje. Ju kemi krijuar nga Ademi dhe Hava. Ai elementi i përbashkët juaj janë dy prindërit tuaj, që gjithë rrjedhni prej tyre. Mirë po, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Por më vonë me kalimin e kohës, me shumimin e banorëve të tokës, atë njerëzit janë ndarë në fisë dhe popëj, kanë emigruar në vende të ndryshme, i kanë punuar ato toka, kanë jetuar dhe varësisht prej atyre vendeve kanë marrë edhe tiparet e tyre. Ibn Halduni madje përmend në mukaddimen e tij se banorët e vendeve tropikale shquhen për një karakter më ndryshe nga banorët e vendeve të ftofta. Por ajo që dua të them, të rikthehem prapa jetit, është se Allahu xhallahu ala në këtë jetë kuranore përmend një domethënie, një botkuptim shumë origjinal të komunikimit, cilin tashmë së vonë do të thotë shkencëtarët na dietarët na e sjellin. Komunikimi ka dy kushte bazë. E para ka nevojën e të shprehurit. Do thotë ti nuk mund të komunikosh me tjetrin përderisa nuk shprehesh. Ke nevojën që edhe tjetrit të tregosh për veten, se edhe un kam diçka për të thënë, edhe un kam vlera. Do thotë ke nevojë që të shprehesh. Kjo është pika bazë. Por kjo është në varëshmëri, është në varësi të plot me elementin tjetër, me kushtin tjetër të komunikimit që ka të bëjë me marrëveshjen. Pra përderisa pala tjetër nuk dëgjon, çfarë dobi ka të shprehur. Do të komunikimi i ka dy elemente të rëndësishme. E para të shprehur dhe e dyta që me të arrihet marrëveshje, të arrihet mirëkuptim, të arrihet një harmoni, një gjë që ne e vërejtëm edhe në ajetin kuranor. Pra Allahu xhallahu ala po thotë se jeni të ndryshëm, ju mund të flisni, ju mund të, do të thotë keni ato drejtat tuaja, por mos harroni se ky diversitet, ky dallim që keni ndërmjet jush shërben li ta'arafu, që ju ta njihni njëri tjetrin, që të shkëmbeni me njërin tjetrin. Pra komunikimi në përgjithësi nënkupton atë aftësinë e bashkëveprimit, aftësinë të qenit i mirë me tjetrin, apo siç kanë thënë disa se komunikimi është një sfidë e dyfisht. Sfidë në kuptimin e parë që ti ta pranosh tjetrin dhe e dyta ta ruash identitetin tënd. Pra, duhet ta pranosh tjetrin, komunikim, duhet bashkëbisedosh, ka gjëra që ndoshta për hir të ndonjë interesi të përgjithshëm duhet të lëshosh shpejt, por që të mos harrosh se e ke obligim ta ruash identitetin tënd, të mos shkrihesh ose thënë më së miri komunikimi ashtu siç Allahu na ka thënë ka objektiv kryesore
për afrimin ndërmjet njerëzve, bashkimin e tyre, shkëmbimin e të mirave, njohurive, kulturave e kështu ndërmjet. Kur jemi te kjo kuptuam pra që komunikimi ndërnjerëzor që nga i vjetër shumë si bëhet komunikimi i mirë, cilat janë kriteret për një komunikim më të mirë mes njerëzve? Po, sigurisht kur të jemi tek komunikimi, ne përmend më parë se njeriu ka një rol në këtë tokë dhe njeriu asësi në asnjë moment nuk mund të veprojë i pavarur. Do thotë ka nevojë për tjerët ashtu si tjerët kanë nevojë edhe për të. Dhe kjo nevojë për reciproke, kjo nevojë për njëri tjetrin do t'i shërbente mirëqenies, do t'i shërbente harmonisë, do t'i shërbente stabilitetit vetëm në rastet kur është ndërtuar mbi parime apo mbi baza apo mbi themele të forta. Në radhë të parë kur jemi tek komunikimi, duhet ta dimë se ne kemi të bëjmë me një palë që mbasi mendon ndryshe, me një palë që mbasi ka qëndrime tjera, me një palë mbasi që mund të jetë edhe me qëndrim armiqësor kundër nesh. Andaj në radhë të parë, ashtu siç Allahu xhallahu ala na ka mësuar, wa qulu lin-nasi husna, dhe njerëzve flitjuni fjalë të mira. Në radhë të parë në komunikim me njerëzit, ne kemi obligim që t'jemi të mirë me ta. Do thotë t'ju flasim fjalë të mira, t'jemi të sinqert me ta, t'i bëjmë ata që nga fjalori jonë të mos ofendohen ose të mos irritohen, t'ju themi fjalë që ata të kuptojnë se ne me komunikimin ton, me bashkëbisedimin ton, ne synojmë gjithmonë të mirën e tyre. Pastaj të përfillim atë etikën ose moralin fetar që është në bashkëbisedim me tjetrin, për arsye se komunikimi nuk nënkupton për asnjë çast që ti ta nënçmosh tjetrin. Ta zëm nuk lejohet që duke u thirrur në komunikim ose në bashkëbisedim të dalësh dhe në publik ta këshillosh një njerëz, për arsye se kjo gjë mund të ketë efekte negative për të. Mund ta marrë sikur ti po e nënçmon në publik, po ja merr fytyrën siç thot populli para tjerëve dhe kjo mund ndikoj për të keq te ai. Do doja të përmend një rast shumë interesant nga Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, i cili një ditë kishte parë njërin prej hoxhallarëve që mësonte nxënësit. Vet kishte hyrë në hije, ndërsa nxënësit me fletoret që kishin, me librat që kishin, qëndronin diell. Do të thotë nuk e kishin këtë komoditetin që e kemi sot ne nëpër shkollat tona. Dhe imami sigurisht se nuk ja pëlqeu një veprim të tillë. Për arsye se sikur po krijon një hendek ndërmjet mësuesit dhe nxënësve. Sikur një farforme po e merr pozitën për një privilegj, për një fodullok, për një komoditet që në fakt nuk duhet ta ketë një mësues i fesë. Do të thotë nuk duhet të krijoj këso, nuk duhet të reflektoj kësaj para të tjerëve. Por imami nuk e këshilloi me këtë rast. Imami e priti natën, kur erdhi mbrëmja, imami shkoi në shtëpinë e tij. I tërkiti në derë dhe paramendoni çfarë modestie. E pyet kush është? Thot jam Ahmedi. Nuk i thot se jam Hoxha Ahmed, nuk i thot se jam Imam Ahmedi, edhe pse ka qenë, do të thot ka merituar këtë epitet. Thot mirë se ka ardhur. Thot kam ardhur që të këshilloj, që të mos qëndrosh më në atë formë me nxënësit e tu. E ke obligim si hoxh, si musliman, që të përzihesh me njerëz, që të përzihesh me ta. Pra që nëse ata janë në diell, të jesh edhe ti në diell. Nëse ata janë në hije, të jesh edhe ti në hije. Që ne kupton se ne kemi nevojë të jemi me njerëzit bashkërisht në mënyrë që ndoshta pozita jonë të mos na kupton sikur ne po i ulim ata. E kemi obligim në rrafshin e komunikimit të mirë që njerëzve t'u hulumtojmë talentet. Çdo njeri, siç thotë pejgamberi alayhis salam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la." Punoni sepse çdo njeri prej jush do t'i vijë e lehtë ajo për të cilën është krijuar. Çdo njeri prej njerëzve ka një talent, por në disa raste dikush nuk mund ta zbulojë talentin e vet. Dhe vjen do thotë deri tek një konfrontim me vetë personalitetin e brendshëm të tij. E kemi për obligim që në disa raste
njerëzve të mundohemi të gjejmë një pikë të përbashkët komunikimi, për të qenë për afërt me ta, gjejmë do thot një gjë që na afron me ta. Në këtë rast do të thot do të përmendja një rast ka ndodhur më herët në një kompani, nëse nuk gaboj, General Electric, kështu thirrej kompania, kishte të bënte për çështjet e rrymës kësaj. Një punëtor që kishte marrë një pozitë të lartë në ishte drejtor financiar. Ishte gjeni për çështje të tjera, do të thotë për zbulime të tjera, por se nuk kishte prirje në të çdo në aspektin financiar, në rregullimin e këtyre gjërave, nuk kishte prirje. Po ta largonin do të kishte efekte negative. Po ta mbanin do të kishte efekte prapë negative. Andaj si të vepronin? Menduan që t'ja bëjnë një vend pune të ri që do të ishte ekskluziv për këto prirjet e tij. Dhe në fakt u dëshmua se kishte sukses. Do thotë kanë gjetur një element komunikimi me të, janë drejtuar prirjeve të tij për diçka dhe kanë ardhur deri tek suksesi. Tjetra që shumë e rëndësishme kur të jemi në komunikim me tjerët është që në emërtimet tona me ta të jemi do të thotë me etikën dhe moralin më të lartë. Ti thrasim me emra të bukur, ti thrasim me emra që ata kanë dëshirë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam jo rall ka përmend i ka thirrur sahabët me emrat për gdhelës. Për shembull në një rast vëllain e Enesit radhiyallahu anhum, Umeirin e thirrte ja Aba Umeir ma fa'ala an-Nughayr. O baba i Umeirit, ky ishte ende fëmijë. Por e thirrte do të thotë me këtë emër, çfarë ka bërë zogu? Nughayr është emër i një zogu. Do të thotë ka përdorur këtë emër për gdhelës, për t'i afruar njerëzit, për t'i nxitur njerëzit. Është vërtetuar në disa raste se komunikimi i kësaj natyre ka pasur efekte jashtëzakonisht të mëdha. Pra njerëzit që i kanë thirrur të tjerë me emra të bukur ose kanë ditur që do të thotë t'i ruajnë disa privatësi të tyre në kuptimin pozitiv. Për shembull përmendet për një njerëz që ende pa mbushur moshën 40 vjeçare, kishte marrë plot 4 mirënjohje shkencore nga 4 universitete të famshme të botës. Dhe arsyeja pse kishte marrë ishte aftësia e tij në nxënien përmendësh të emra. Për shembull, qëndronte me një njerëz. E pyeste për emrin e tij, e pyeste për punën e tij, për opinionet e tij, për prirjet e tij, për drejtimin e tij politik, për drejtimin e tij fetar, dhe ishte në gjendje që këto gjëra, që të gjitha ti mbante mend, kështu që kur takoi pas një kohe me njerëzit, rasiste do që të fillojnë bisedën, ky ishte në gjendje që t'ia përmendë që të gjitha këto gjëra dhe pothuajse sikur nuk janë darë fare me të, edhe pse kanë kaluar do të thotë me muaj të tërë. Dhe kjo gjë i ka dhënë këtë aftësi që të jetë shumë i mirë me njerëzit, që të jetë shumë i dashur te njerëzit dhe ka arritur do të thotë këtë që ka arritur. Duhet ta kemi të qartë se në komunikimin ton me të tjerë, përveç këtyre gjërave, duhet që të shmangemi qortimit të tepërt. Nuk bën që të qortojmë njerëzit të tepër. E dyta, duhet që të kemi kujdes që këshillimi, siç përmendëm më parë, të mos kaloj asesi në ofendim. Ndokush ndonjëherë nuk mund ta mbaj veten, nuk mund ta kontrolloj veten, andaj mund të flet fjalë të cilat i irritojnë njerëzit, i largojnë njerëzit. Duhet të bëhet me mirësi. Me mirësi patjetër. Atëherë hoxh, a ka ndodhur komunikimi në kohët e mëhershme, duke ju referuar profetëve dhe popujve të mëhershëm? Sigurisht se profetët, madje patjetër se ka ndodhur, siç e dini ju, profetët kanë qenë njerëz të dërguar nga Zoti tek njerëzit. Do thotë njerëz të dërguar tek njerëzit. Allahu xhalla wala i ka ngarkuar me një gjë që patjetër se ka nevojë për komunikim. Keni ndonjë shembull konkret për këtë? Po, para se të hym këtu, te kjo do doja edhe pak të jap një sqarim të vogël. Kanë qenë do të thotë njerëz të cilët janë obliguar për të kumtuar dhe komunikimi i tyre me popujt e tyre ka qenë i dy përmasave.
E para ka qenë në kuptim të komunikimit, në kuptim të kumtimit, më falni. Kanë kumtuar urdhrat e Zotit, pavarësisht se si i kanë pritur njerëzit. Dhe e dyta ka qenë komunikim në kuptim të dialogjeve. Jo rrallë në Kur'an famlar, do të përmendim shembuj tash me lenin Allah xhallahu ala. Kemi do të thotë raste kur profetët kanë zhvilluar dialogje me popujt e tyre. Për shembull Allahu xhallahu ala përmend Nuhun alayhis salam, do të filloj me Nuhun. Përmend Nuhun alayhis salam, i cili ka thënë popullit të tij: "Ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahun ghayru." O popull im, adhurojeni Zotin tuaj nga se nuk keni zot tjetër. Allahu na përshkruan rastin e Nuhut alayhis salam, i cili urdhëron kumton urdhrin e Zotit për të adhuruar vetëm një Zot. Por pastaj në dy ajetet në vijim, Allahu xhallahu ala përmend se si populli i Nuhut alayhis salam kanë vendosur që dialogu ose komunikimi mos jeti drejt për drejt me Nuhun, por se devion, të shmon nga e vërteta. Në këtë rast populli i tij kanë filluar që paria, një grup i tyre, kanë filluar që të mos komunikojnë me Nuhun alayhis salam, por se ta nxisin popullin kundër tij, sikur Nuhu ka ardhur për t'i përçarë ata. Pastaj çka është interesant, nëse referohemi historive kuranore, do të gjejmë se kemi komunikim, do të thosha në disa raste edhe me disa prej këtyre formave bashkëkohore çfarë kemi. Për shembull, nëse i referohemi Sulejmanit alayhis salam, gjithë e dim historinë e Sulejmanit alayhis salam me Belkizën, me mbretëreshën e popullit Sebe, që Allahu i ka përmendur në Kur'anin famlar. Kemi parë se si Sulejmani kishte përdorur një shpend vogël hudhudin, pubzën, për do të thotë komunikimin me të tjerët. Për shembull, në një rast nuk e kishte parë hudhudin dhe kishte thënë: "Mali la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin." Çfarë ka mund, pse nuk e shoh hudhudin, pubzën, ku ka mbetur? Pastaj shfaqet pubza dhe i thotë: "Ji'tuka min Saba bi naba'in adhim." Të kam ardhur ty nga populli Sebe me një lajm të madh. Do të thotë pubza i ka ardhur Sulejmanit alayhis salam, ja ka sjell Sulejmanit, ja ka komunikuar një lajm që nuk e ka ditur Sulejmani alayhis salam. I ka ardhur me një lajm për një mbretëri të madhe, por jo vetëm kaq. Në këtë kohë, në kohën e Sulejmanit alayhis salam, komunikimi me të tjerë ka qenë edhe nëpërmjet letrave, nëpërmjet asaj që përmendet edhe në fillim postës, nëpërmjet letrave. Allah na tregon se Sulejmani alayhis salam kishte urdhëruar pubzën që t'ia dërgojë një letër Belkizës. Dhe Belkiza thot qalet, siç thot Allahu xhallahu ala në Kur'an famlar, qalet ya ayyuha al-mala inni ulqiya ilayya kitabun karim. Belkiza i thot popullit parisëve, thot: "O paria ime, mua më ka ardhur një letër e mirë, një letër në cilën ka qenë Bismillahirrahmanirrahim, do të ka filluar me Bismillah." Pra, e rëndësishme është se ne edhe në kohën e profetëve kemi patur raste kur është bërë komunikimi madje edhe kësaj natyre. Po kështu edhe shpallja e fundit, edhe revelata e fundit, edhe Kur'ani famlar është për plot fakte që uzojnë për komunikim. Nuk do doja të përmendi për shkak të kohës detaje ose raste konkrete nga komunikimi, por do doja të përmendi disa prej kritereve që Allahu xhallahu ala i ka vënë në këto ymet për komunikim. E para, Allah nuk ka urdhëruar që ne të komunikojmë me të tjerët, për arsye se ne jemi të ngarkuar për ta quar para mesazhin e tij. Jemi të obliguar për t'u përcjell njerëzve fenë e Zotit. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna 'anil munkar. Për jush le të jetë një grup njerëzish, cilët do të thotë ftojnë në rrugën e Zotit, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Pra Allahu na ka urdhëruar neve që t'u përcjell njerëzve, t'u kumtojmë njerëzve, të shprehemi para njerëzve. Pastaj Allahu na ka treguar
në Kur'anin famlar edhe atë elementi tjetër të komunikimit, dialogun, për shembull ka thënë në Kur'anin famlar ud'u ila sabili rabbik bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ti thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me këshill të mirë. Nëse këto nuk bëjnë punë ose nëse duhet që në rrethana të caktuara diskutosh me një element tjetër, wajadilhum billati hiya ahsan, atëherë polemizo me ata në formën më të mirë të mundshme. Polemizo me ata në formën më të mirë të mundshme. Pra, ishte një përshkrim i shkurtër rreth asaj se si ka qenë komunikimi në kohën e profetit. Ndërsa tani hoqë do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rikthyer prapë me bisedën rreth kësaj teme. Të nderuar miq, në vazhdim do të bëjmë një pauzë, më pas do të rikthehemi për të kuptuar se si erdhi ideja e postës. Miq të emisionit Zëri i Arsyes, po flasim për postën, jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, ndërsa në vazhdim do të trajtohemi hoqës me pyetje të tjera që kemi përgatitur. Hoqë, sigurisht që njerëzit në kohë të mëhershme kanë pasur nevojë për dërgimin e letrave, për format dhe mënyrat se si t'i dërgonin ato, madje kanë dërguar emisar të ndryshëm dhe të shumë për përcjellur një letër deri tek një vend i caktuar. Na thoni si erdhi ideja deri tek themelimi i postës? Po kështu, siç përmendet edhe ju, sidomos në rastet kur kemi të bëjmë me komunikim ndër popull, atëherë duhet ta dimë se njerëzit sikur që nuk mund të jetojnë ndërmjet vetë të pavarur, po kështu edhe popujt nuk mund të izolohen nga të tjerët. Madje tash jemi dëshmitar të disa prej vendeve komuniste që janë në rënim e sipër. Çështja e izolimit ka shkaktuar madje edhe vdekjen shumë njerëzve, do thotë kanë varfëri të madhe, kanë probleme të ndryshme, për arsye se as njerëzit dhe as popujt nuk mund të jetojnë të izoluar nga tjerët. Dhe kësaj edhe në të kaluarën ka patur sigurisht forma të komunikimit ndërmjet njerëzve. Nëse i referohemi periudhës së parë të Islamit, do të filloja nga fillimi, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, atëherë do të gjejmë se edhe në këtë kohë kemi patur disa prej formave të komunikimit, të cilat janë prezente dhe aktuale edhe sot e kësaj dite. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë i dërguar i Zotit për të gjithë njerëzit, për të gjitha botët. Kështu që për ta përçuar mesazhin e tij tek të tjerët, sigurisht se është dashur që të zgjedh mjetet të komunikimit. Në këtë rast, për shkak të rrethanave, për shkak të kohës, është dashur që do e mos pejgamberi alayhi salatu wassalam në radhë të parë përzgjedh njerëz, të cilët do të jenë, si them, jo postier të kuptimeve të sotit, por do të jenë emisar, do të jenë përfaqësues të një feje të re, të një feje e cila ka marrë, e cila është shpallë për gjithë njerëzimin. Pastaj këta njerëz kanë qenë të shoqëruar edhe me shkresat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ju e dini se pejgamberi alayhi salatu wassalam ju ka dërguar letra mbretërve, perandorëve, princëve të ndryshëm. I ka dërguar letër mbretit të Persisë Kisras, i ka dërguar letër Cezarit të Romës, i ka dërguar letër Mukaukisit në Egjipt, i ka dërguar letër Nejashiut ose Negusit, siç e quajnë në Etiopi, madje jo vetëm që ka dërguar letra, por çka është interesante se letrat e Muhamedit alayhi salatu wassalam kanë qenë të dokumentuara, kanë qenë të volosura pra, edhe me një vull të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të cilën shkruante Muhammed Rasulullah, do të thotë kanë qenë të kësaj natyre. Pastaj me kalimin e kohës, shteti Islam do të përhapet shumë, do të zgjerohet shumë, Islami do të përhapet gjithandej nëpër botë, andaj do të lindë nevoja e domosdoshme që në radhë të parë të mbahen lidhjet ndërmjet qendrës dhe degëve, do thotë ndërmjet khilafetit dhe guvernatorëve. E dini që muslimanët
kanë zotruar pjesën më të madhe të botës, kanë patur guvernatorë në vende të ndryshme, andaj është shfaq nevoja që të kenë do thotë edhe mjete komunikimi ndërmjet vetit, do të krijojnë lidhje komunikimi ndërmjet vetëm. Ka qenë Omer radiallahu anhu i pari ai i cili ka themeluar atë divanin e postës, divanin e informacionit. Përmendet madje edhe në Sahihun e Buhariut se Omer kishte caktuar, do thotë në Kufe, një vend, një shtëpi të postës, cilën guvernatori i tij kishte fal namaz, Ebu Musa al-Ash'ariu. Pra që në atë kohë me fillimin e zgjerimit të shtetit islam, me fillimin e përhapjes së islamit nëpër botë, ka lind nevoja edhe për këtë lloj komunikimi. Do thotë janë krijuar baza, janë krijuar stacione, por komunikimi në format më të zhvilluara ka filluar pak më vonë. Ka filluar në kohën e Muaviut radiallahu anhu, pra në periudhën asaj që ne e njohim si dinastia Emevite. Ka filluar në këto kohë kur Muaviu radiallahu anhu ka filluar që disi këtë çështje paksa ta merr më me seriozitet. Do të thotë e ka caktuar si një prioritet shtetëror, e ka caktuar për të patur lidhjet me përfaqësuesit e tij, me guvernatorët e tij, por në forma të tjera, do të thotë me disa prej funksioneve shtesë, për arsye se çështja e postës nuk ka qenë e rëndëm sa është edhe sot. Ka qenë një detyrë madje me privilegje shumë të mëdha, një detyrë me përgjegjësi shumë të mëdha. Në disa raste, për shembull, nga Muaviu radiallahu anhu e pastaj tek Abdul Malik ibn Marwani ose tek Walid ibn Abdul Malikum kanë ndruar edhe në fakt janë shtuar përgjegjësitë që ka patur posta, për arsye se në disa raste kanë patur përgjegjësi që të bëjnë edhe kontrollimin do të thotë mbarvajtjen e punëve financiare, i kanë raportuar khalifës, i kanë raportuar për ecjen ose mbarvajtjen e aspektit gjyqësor, do të thotë i kanë lajmëruar edhe për këto detaje. Pastaj çka është e rëndësishme që duhet ta kemi parasysh se në këtë kohë, do të thotë në këtë kohë posta ka qenë dedikuar vetëm për shërbimet shtetërore. Ka qenë dedikuar vetëm për shërbimet shtetërore. Postier në disa raste ka qenë si thua edhe një lloj agenti personali e khalifës, për arsye se ka lajmëruar me tërë atë që ka ndodhur brenda shtetit të tij. Madje e ka lajmëruar edhe në rast se ka ndodhur ndonjë çështje tek siç po kemi sot manipulimi me çmimet në treg. Edhe për këtë gjë e ka lajmëruar. Në këtë periudhë posta ka patur edhe këto çështje të rëndësishme, do të thotë është marrë edhe me kontrollimin e një farë forme të shtetit dhe çfarë po ndodhte në të. Pas do të thonë periudhën e Emevive kemi edhe Omar ibn Abdul Azizin, i cili llogaritet si njëri prej halifja i pestë drejt, i cili po kështu i kishte kushtuar rëndësi të madhe postës, për arsye se mundohej që thjesht e vërteta të mbërrinte tek njerëzit, madje në një rast siç e dini Omar ibn Abdul Azizi ka qenë shquar për devotshmërinë e tij të madhe dhe në një rast posta kishte kryer një shërbim të tij personal. Kishte kërkuar të blente mjalt dhe ja kishin sjellë nëpërmjet postës. Këtë kishte marrë sikur do të thotë e kishte marrë një gjë të rëndë për veten e tij, për arsye se kjo nën kuptonte sikur ai ka përvetësuar shtetin. Andaj çfarë bëri, e mori mjaltën e shiti dhe ato të holla i ktheu në arkën e shtetit. Pas kësaj periudhe kemi periudhën e Abasidëve, Abu Ja'far al-Mansuri, Harun al-Rashidi, të cilët sigurisht i kanë kushtuar rëndësi të madhe postës, madje Abu Ja'fari thuhet se kishte thënë se shteti pa katër gjëra nuk mund të mbahet. Nuk mund të bëhet pa gjyqësi, nuk mund të bëhet pa polici, nuk mund të mbahet edhe nuk mund të bëhet edhe pa postier, për arsye se do të thotë atë kishte marrë si një njerëz i cili ja sjell informacionet
e mban në kontakt me tëra të që ndodh me vendin e tij, me pushtetin e tij, me vendet të cilat janë në sundimin e tij. Pra thjesht në këtë kohë vrejmë një kujdes të shtuar për shtetin. Po hoxh, kur përmendet postierët, çfarë funksionesh kanë kryer postierët? Po ne vetëm përmendëm disa prej këtyre, do të thotë prej këtyre funksioneve, kryesisht kanë qenë funksione shtetërore. Pra ata kanë qenë ngarkuar që të kryejnë vetëm punë e shtetit, si shihet do të thotë posta, komunikimi, shkëmbimi i letrave, shkëmbimi i këtyre informacioneve nuk ka qenë edhe në dispozicion të njerëzve të rëndom. Kanë kryer këto punë, do të thotë postën, shkëmbimin e informacioneve, kanë kryer do të thotë punën e kontrollorit të çështjeve financiare. Ndonjëherë kanë patur edhe detyra tjera të cilat janë ngarkuar ose të cilat janë ngarkuar nga koha në kohë. Do thotë duke filluar prej Omerit radiallahu anhu e deri te Harun al-Rashidi, pozita e postierit gjithmonë ka ndryshuar për të mirë, do thotë çdo herë është një lloj avancimi, një lloj ngritje. Po, çfarë tipare kishin postierët? A ka pasur ndonjë lloj kualifikimi për të marrë postin e postierit? Po, postieri, siç përmendëm edhe më herët, është një i dërguar, një përfaqësues i një shteti ose përfaqësues një halife ose përfaqësues sa ka qenë gjallë edhe pejgamberi alayhis salam, përfaqësuesi i tij. Andaj është kërkuar sigurisht që përderisa është përfaqësues i tillë të shquhet edhe për tipare. Madje që është interesante se përveç zgjuarsisë, përveç aftësisë për të komunikuar, aftësisë për të folur, është kurzuar që postieri të ketë edhe pamjen e bukur, të jetë i bukur dhe të ketë emër të bukur, për arsye se nëse shkon një njeri i tillë para të tjerëve, atëherë me pamjen e tij mund të sigurojë një mikpritje më të mirë se sa në rast se është ta zënë një postier i shëmtuar. Pra është përdorur edhe ky element që postieri do të ketë pamjen, që të ketë edhe emrin e bukur. Po, ju si hoxh, sa ju bën të krenoheni me civilizimin dhe arritjet e botës islame në kohën e dinastisë që e përmendet më herët, e me vite dhe asaj abasite si kohë më të hershme? Po, sigurisht se ne të gjithë muslimanët kemi me çka të mburremi. Kemi një të kaluar të bujshme, një kaluar madhështore, kemi këtë histori për plot fakte vetëm se nëse i kthehemi kësaj historie. Atëherë ne muslimanët e sodit që kemi ngel mbrapa, ne muslimanët e sodit që nga të krenuarit kemi rënë në pozitën e të nënçmuarve, do të vrejmë se kemi devijuar, kemi lajthitur nga rruga që atyre i është siguruar ky vend kaq i lartë në histori. Edhe emevitët, edhe abasitët nuk kanë përparuar pse kanë qenë arab, për arsye se paraardhësit e tyre jo musliman kanë qenë beduin, kanë qenë njerëz të shkretirave, kanë qenë njerëz nomad, por se ata kanë përparuar duke i referuar Islamit. Të arriturat e tyre, sukseset e tyre, që të gjitha kanë qenë të motivuara nga feja. Dhe edhe përhapja, madje që është interesante tek posta, Islami në fakt ka arritur që në një farë forme disa prej formave që kanë qenë pjesë edhe të tjerëve, çështja e volosjes së letrave ka qenë edhe pjesë tek mbretërit jo muslimanët. Çështja e shkëmbimit të letrave ka qenë pjesë edhe tek tjerët para ardhes, para shfaqjes së Islamit. Por se Islami ka arritur që në një farë forme disa prej këtyre gjërave të islamizojnë atë kuptim, të zhvesh nga ato gjërat e këqija, nga ato defektet, nga ato njohuri, do thoshe nga ato elementet që kanë reflektuar keq. Për shembull, kur të jemi tek postieri, ka qenë tradit, madje nëse më lejohet do doja edhe pak të zgjerojmë këto. Muslimanët e kanë qenë të njohura disa prej formave të shkëmbimit të letrave ose të komunikimit. Në radhë të parë ka qenë posta toksore.
posta toksore, që në kupton se kanë ekzistuar një grup njerëzish, cilët janë quajtur vrapues, janë trajnuar, janë ushtruar për të qenë tillë, kanë patur këtë detyrë. Do të thotë kanë qenë me kalimin e kohës, posta nuk ka qenë punë individuale, por se ka qenë punë e organizuar nga shteti që janë paguar njerëzit për atë gjë. Kanë vrapuar prej një vendi në një vend tjetër, kanë patur prej një vendi në një vend tjetër stacionet e tyre. E ai elementi fetar që desha të përmend është se e para është bërë përzgjedhja e stacioneve të jetë në vende ku ka ujë. Për arsye se ndonjëherë pasjeri mund të udhtojë prej një vend në një vend dhe nga mungesa e ujit mund të rrezikojë edhe jetën e tij. Dhe e dyta, janë caktuar lokacione, në lokacion janë caktuar edhe hapësira për kafshët në mënyrë se shteti është kujdesur për ato kafshë që kanë shfrytzuar, për shemb, përveç vrapimit në rast të caktuara kanë përdorur edhe mushkën për t'i ngrarë mushës për të shkuar në një vend tjetër për të dërguar një letër. Andaj shteti ka siguruar hapësirë dhe ka siguruar ushqimin e kafshëve. Pastaj përveç kësaj, si formë tjetër e komunikimit, kemi edhe postën detare. Në disa raste letrat ose informacionet janë shkëmbyer nëpërmjet rrugës së detit. E po kështu kemi edhe postën ajrore, sigurisht jo me tash siç bëhet, me aeroplan që dërgojnë letrat prej një vend në një vend tjetër, por se ka qenë me pëllumbat fluturues, me pëllumbat njoftues që kanë qenë në atë kohë dhe zakonisht janë marrë 2 pëllumba. Janë ngarkuar me letrat e njëjta, në rast se ndonjërin prej tyre mund ta ketë shkruar ndonjë shpes gravitçar, atëherë tjetri ta dërgoj letrën në vendin e caktuar. Po kështu kemi edhe një formë tjetër të komunikimit, të informimit, ka qenë forma nëpërmjet ndryshimit, forma nëpërmjet ndezjes së zjarreve, për shembull, për të paralajmëruar se vendi po sulmohet ose po kërcënohet nga ndonjë armik, nëse ka qenë mbrëmje janë ndezur zjarre në ndonjë vend të lartë ku ka patur mundësi që të shihet, ose nëse ka qenë ditë, vetëm është stimuluar zjarri për të dalë tym, domethënë për të njoftuar njerëzit. Kur jemi tek ajo se sa ne do të thotë mburremi me këto, për shkak se kjo është pjesë e kulturës sonë, kjo është pjesë e traditës sonë, por duhet ta kemi parasysh një fakt. Ne kemi ngel këtu ku jemi për shkak se nuk kemi vazhduar rrugën e tyre, për shkak se kemi devijuar nga rruga e tyre. Edhe është një konstatim se bota e krishtere, bota perëndimore, ka përparuar në kohën kur është larguar nga kisha, ndërsa muslimanët kanë ngel mbrapa në kohën kur janë larguar nga xhamia. Pra, kjo krenaria jon ka atë kuptimin mburrjes në radhë të parë dhe e dyta ka atë domethënien e keqardhjes për faktin se ne kemi lënë këtë rrugë, ne kemi ndrruar, kemi lëshuar rrugën e tyre dhe ja ku jemi sot. Po, a mund të na përmendni edhe gjërat e tjera të cilët janë interesante që sot bota e gëzon, por që muslimanët kanë qenë ata të cilët i kanë bërë ato zbulime? Fatbarësisht tashmë kur po e mbajmë këtë emision, kemi parë se disa prej vendeve perëndimore kanë organizuar panajire, kanë organizuar manifestime për të promovuar dijet e muslimanëve. Madje ishte kjo panajiri e 1001 zbulimeve, ishte në Londër, që një farforme po merret si një post për cilën e kulturës islame në përbotë. Pastaj po kështu disa prej dietarëve musliman kanë përpiluar libra të veçanta për kontributin që muslimanët kanë dhënë qoftë në shkencë, qoftë në shpikje dhe zbulime të gjërave shumë të rëndësishme, të cilat bota sot i përdor. Për shembull, njëri prej hoxhallarëve bashkëkohor, doktor Ragib Sergjani, kështu e ka emrin, ka bërë një libër me titullin çfarë kanë kontribuar muslimanët për botën, madha qaddama al-muslimuna lil alam, çfarë i kanë shërbyer muslimanët botës. Dhe përveç tjerash, përmend se muslimanët në kuptimin e shkencave
kanë merita për një kontribut të dyfisht e para, kanë merita për kultivimin e atyre shkencave, për shembull përmend mjekësinë, fizikën, gjeografin, ndërsa kanë merita për zbulimin e shkencave dhe në këtë rast përmend kimin, si shkencë që e kanë zbuluar muslimanët, përmend gjeologjin, përmend edhe shkenca tjera, mekanikën për shembull e përmend këto, përmend algebrën që është edhe sot domethënë me këtë emër është domethënë nga vetë gjuha arabe. Pra thjesht kanë patur një kontribut që nuk ka ngel vetëm në kultivimin e asaj që kanë gjetur, por se edhe kanë shpikur dhe krejt këtë në saje të mbështetjes në fenë e tyre, e cila i ka motivuar për dije për dallim nga feja krishtere, që dietarët madje në rast se flisnin diç kundër saj, edhe i mbyste. Pra duke ju referuar kësaj mundësie që Zoti u ka dhënë, ata edhe kanë përparuar. Hoxhi, faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit edhe për jush. Ndërsa ju të nderuar televizionistë, faleminderit që na ndoqët, të shpresojmë të takohemi herëve të tjera. Deri atëherë, selam aleikum.